Mirdita dhe ditë të mbarë. Emigrimi nuk është ëndër, është nevojë. Është një valixhe mbyllur me shpresë dhe një zemër që ripezull mes asaj që lë pas dhe asaj që kërkon përpara. Askush nuk ikën se do. Ikin sepse duan një jetë më të mirë për veten, për fëmijët dhe për të ardhmen. Ka net pa gjunë, ka frikë, ka dyshime, por ka dhe forcë që lind vetëm kur nuk ke asnjë rrugë tjetër. Emigrimi nuk është turp. Turpi është mashtrimi. Turpi është të përfitosh nga shpresa e njerëzve. Prandaj, ne zgjedhim të flasim me të vërtetën, të informojmë drejt, të ndihmojmë realisht, jo premtime boshe, por rrugë të qarta, sepse emigrimi nuk duhet të marrë dinjitetin, duhet japi gjithmonë mundësi. Kudo që shkojmë përpara, Shqipëria vjen me ne, në gjuhë, në punë, në karakter. Në 2026 nuk do të shesim ëndra, do të ndryshojmë mundësi. Faleminderit që besoni. Ky nuk është marketing, ky është një mision. Unë ju përshëndes nga Myniu, vetëm Mbarsi 2026. Faleminderit nga thellësia e shpirtit. Tajua ju uron kalofshit sa më mirë.